Shkelzen Gashi, çka I ka atë show. Më fal, para se me komentu ç'kit të Shkelzen Gashi, që I tha Emanit Taliban me tesha kat. Biçi kështu publikisht kisha thonë Shkelzenit, kush janë edhe shkelzenave tjerë që gjithmonë xenave thoj bashkë. Xenave. Gjithmonë na etiketojnë si Taliban. Hini në YouTube edhe gjeni një video të një hoxha amerikan, se këto menojnë që ne veç të Arabie, si nga veç hoxhallar të Arab, hoxh I New Yorkit, kush janë Talibanët. Ati ki 10 minuta edhe ta shpjegojnë kush janë Talibanët, apo ton. Mos e përdorni shumë për nënçmim, se dush me nguça derse edhe mos e dil nënçmoj atë fjalë. Po jo, sa nisën ta bën më shtuar domun. Se këta menojnë që kur na thonë neve Taliban sa ata I shojnë me sy për çmus edhe neve na vjen I natë. Atë se budallçi dhe na ka krenaria din ti më thonë që heroizmi I talibanëve me pasti me shumë më afrue, që I ka bë ballë superfuqisë ruse, I ka bë ballë superfuqisë amerikane, edhe vazhdojnë lumtur të qeshur me kanë. Mi verit Mitrovicës mundet me që sa vjet, delen në çmon talibanin, po. Se ky më që edhe pse ky për shembull I shesit gërditshëm, se çashtu I ka mësuar nona ajo perandoria e gënjeshtrave, atë ka menojnë që edhe neve na vjen zor. Jo, maniak atë. Ne na krenar me na thonë. Po, ku me gjet atë heroizëm ti atë. Me një par papuçe, me një par kokole që ti kallashin krada rap. Me gomar. Exactly, me gomar. As tank, as kur me gomar edhe territori I Afganistanit ose thuj se sa ket Ballkani, Ti në Mitrovic po mundesh me shiru kryeministri jot edhe mu më thot do me nënçmu me Taliban. La Ta japë një ilustrim praktik. Ishim në Amerikën specializim ushtarak 2011. Edhe na shuni dokumentar Operation Restrepo ka pasem në operacioni Restrepo. Kanë përritu një prit këta aty dhe kanë dek një 6 ose 8 vjet këma rushtash. Edhe na lëshoj një sekuencë që I kanë njëzu këto kamerat e trupit që I kanë pas. Okay? Kapitenit njësisë që përshkon me fol me Taliban, bro. Edhe po thot ky kapiteni në komentin e masina shumë dokumentare me ku kon gabimi, ishim të fol për udhëheqjen. Pse u revanshun ata se u shprekeçaj kapiteni aty, ata s'po marrin vesh kur jo anglisht. Veç ashtu rrika ai plaki me mjekër të kuçengoj ka thënë. Tash ky bëhet shifne çndrimin e plakit. Kapiteni amerikan klas, që kishim oficeri trajnimit. Shifë po shporë. Na kemi shkumbëllot, ju kemi thonë kena mja ushtru asfalt tokat atin. Kena mja ndërtu objektet, çapo di, kena mja bo standarde shëndetësisë anë këne. Tha çka kishim huq në hapa atin, I shkon që aty si shkon të I hongër lishi për asnjërin prej tyre premtime atin. Ata shumë komod në shkëmbinte vet atje. Dhin mos manguc çat kolibën që pashazonë vetë. Kapiteni amerikan atin. Tha dhe na ishim kon komplet se kishim gabimi jon në shkumjen në Afganistan, shkon gabim kulturor, pa njohuria ose ignoranca jon për kulturën e vendalive, na ka bëmë menuar që çka na çmojmë në Amerikë ne, rrugët e gjona, asfalti, dritat, Hollywoodi, edhe ata janë të I prit, atë me çikzore. Ata ta 5 farë që shkon të I dhon për asnjërin, atë prandaj s'mujtë me gjet asnjëherë klikin, atë. Më kalon shumë gjurmë, bro. Mu kalon përshtypje të dhejtave kur kanë luftu Taliban me Rus, kishin pas shku nga Saudia hoxhallar të njohur dietar me I këshillu me u kallëzu derse. E një hoxh I Arabi Saudite kish mojt një ders afganistanezëve, edhe pas dersit edhe ta fal me qinina akshamin. E duke fal hoxha, për një moment vin bomba ruse, ai të marrë vesh, edhe hoxha kthen. Edhe kur e këshir Afganistanez Allah të u fal, s'kan kësi, ne hapin selam e vazhdojnë namazin dhe në e ki hoxha për dhëtë, shkova unë me mu kalzu dersa, ato më kalzu në mu dersa. Pasaj, është një citim, nuk e di që ka pasaj me generali rusë që më patlon për shtypje shumë për dikuj, që I ka thonë, edhe nuk mundesh me, që shhupi Rusia, që shu dërzua u të rikë prej Afganistanit, të ke po është e pamundur me fitu ndaj atij që kur e sheh tytën e kallashit e sheh xhenetin anë. Domethënë s'kishim çish me I shantazhu me një farë mënyre. Se nuk nëse e matim me standardin jetësor tonin, me asfaltet e me ndërtimet e me teknologjinë e internetin, ti thu ma poshtë mos ka ku shkon robi atë. Në shkëmbin tu jetu bro. Po për to është lumturia çati. Krenaria, duhet me pas respekt. Mas po këtë respekt do të bëj. Jo në çmim çish bën këto kompanie, çati vetëm te postimi. Ta bëjmë tentim në çmim, ata ta formojmë, tentim në çmim. Kanë herë ju japim edhe kredit më shumë se ç'i duhet, domethënë. Tentim në çmim. Tentim I mykt për në çmim. S'ka ti në çmim kur fare.